seanca konstituive e kuvendit ka nisur dje. Kur vazhdon vendos kryesuesi i seancës. Unë nuk jam takuar sot me kryesuesin e seancës dhe nuk e kam ndërmend takohem me kryesuesin e seancës. Pra ne 53, ata 47. Unë po them, le të mos zgjedhim president partijak. Le të shkojmë me një figurë akademike, profesionistë të dëshmuar, me vlera, me kontribute, me merita shoqërore e kombëtare në vendin tonë. Unë besoj që ka 10 të tillë së paku. Një dyzinë sosh, unë mund t'ua përmend edhe sot këtu, mirë po nuk e bëj dot sepse me njëherë etiketohen se i përmendi kryeministri Kurti. Pra ka shumë njerëz në shoqërinë tonë që do të mund të ishin president konsensual, shprehje e unitetit popullit. Por, nëse kjo refuzohet në mënyrë kategorike, atëherë kur shkojmë të subjektet politike, para zgjidhësh e mbi gjitha është fituesi i zgjedhjeve, i cili nuk është fituesi i zakonshëm i zgjedhjeve, është fituesi i jashtëzakonshëm i zgjedhjeve. Prandaj në këtë situatë ne kemi të pamundur që të bëjmë marrëveshje politike që e deformon rezultatin zgjedhor. Përndryshe, nëse në skenën tonë politike gjallojnë superambicjet, kjo i bie që të mos mbajmë zgjedhje fare, vetëm takohemi si lider strukturash ose lider fisesh në log të burrave edhe ta ndajmë këtë hise. Domethënë, ajo për mua nuk është në rregull, ajo është situatë jo demokratike. Edhe ju e dini shumë mirë se unë bëj çmos me takime, me gatishmëri, me interesim, me vullnet për marrëveshje. Mirë po, nuk mund të lejojmë që ta shpërfytyrojmë rezultatin zgjedhor dhe nuk mund të vinë atë situatë që kush do qoftë nga opozita të mendoj se me qenë se mund të përdoret ky Chelsea shndruar në kleçk prej 80 deputetëve në bazë të një aktgjykimi të para 15 vjetëve, atëherë mund ta detyrojmë vetëvendosjen të vihet në pozitë thosë nuk fitoj në zgjedhje. Pra kjo është vështirësia që ne e kemi, por nuk është që neve vështirësitë na dobësojnë. Tash ju e dini që unë jam vetëm kryeministër në detyrë, nuk jam kryesues i seancës konstituive. Është shumë mirë që ka një seanca, më fal, a bën ta vazhdoj fjalin ose po mirë vetëm po ja fjalën sërish veç ta përfundoj nëse bën. A bën? Faleminderit. Pra, a bën ta përfundoj. Jo, po s'ka nevojë, kuptoni se nuk besoni, unë ju dëgjoj deri në fund. Vetëm se mandej po ndërpritet rrjedha e mendimit, s'fitoni as ju as unë. E humbet qytetari. Pra, seanca konstituive e kuvendit ka nisur dje. Kur vazhdon vendos kryesuesi i seancës. Unë nuk jam takuar sot me kryesuesin e seancës dhe nuk e kam ndërmend takohem me kryesuesin e seancës, sepse kam shumë punë si kryeministër në detyrë. Ju e dini, përveç që duhet vinë bisedime me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjikun, e duhet të shkruaj letra me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën sepse ai refuzon të takohet me mua, kam shumë punë me të gjithë ministrat dhe me projektet që vazhdojnë.